Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Në datën 21 maj, ndroi jetë Papa Francesku, Papa i rrethinave, siç e thon, Papa që ishte dhe i pushtoi jetën e tij të varfërve e më të varfërve. Natyrisht, për të kujtuar këtë figurë të madhe të botës katolike, por dhe këtë figurë të madhe dhe mik të madh të shqiptarëve, pasi ai vizitën e parë e bëri në Shqipëri, kam ftuar dy miq të mi, shkrimtarin Zef Përgega, autor i një libri mbi Papën dhe vizitën e tij të parë në Shqipëri, libër i cili ka marrë edhe dekoratën pontifika nga pontifikati i Papës, por edhe kryetarin e degëve të Federatës Panshqiptare Vatra, zotin Mondi Rakaj, i cili ka qenë së bashku me një grup vatranësh, rreth 100 vatran, në takim personal me Papën Francesku, dhe ai do na sjell këtu impresionet e asaj vizite. Natyrisht, këto fakte na japin më të plot figurën e Papa Franceskut, për atë që ai ka bërë për njerëzimin, për atë që ai ka bërë për ta kuptuar dhe ta ndryshuar pontifikatin papnor në realitetin modern. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Po fillojmë me ju, Zef, pasi edhe libri juaj, i titulluar Shqiponjat fluturojnë lart, sjell një figurë të Papës në vizitën e tij në Shqipëri. Papa Francesku desh ta vizitonte Shqipërinë si një vend ku ai mësoi për vuajtjet e të gjithë klerikëve të gjithë ferave, por si një vend në të cilën ai kuptoi se bashk jetesa ndërmjet feve të ndryshme është e mundur, gjë që u bë dhe lejtmotiv edhe i jetës së tij. Zef, po ndalem te ky libër, i cili është shtypur edhe mjaft bukur, por është shkruar bukur para së gjithash, ju uroj për të. Natyrisht, në këtë mes, ju ale fjalën për të folur pak për Papën, apo në këtë pyetje të parë, për atë çka kishte domethënie vizita e parë papnore në shtetin shqiptar të pas komunizmit, shteti i parë laik në botë, i detyruar nga regjimi i Enver Hoxhës, por që feja, ashtu siç ka treguar dhe realiteti tashmë 30 vjet, nuk u shtuk dot. Faleminderit herë më ftesë. Sot është një ditë zije, një ditë pikëllimi, kur vdes njëri, është ditë e dhimbshme për çdo, jo vetëm për pjesëtarët e familjes, por vdekja e Papës Franceskut është një ditë jashtëzakonisht e dhimbshme, dhe me këtë rast të gjithë besimtarëve katolik ju shprehim ngushëllimet për këtë ngjarje të pazakontë në jetën e kishës katolike, por edhe për mbar botën, sepse ai ishte një pap, si thosh, i përbotshëm për mesazhet që ka përcjell të paqes, kundra luftës, pro familjes, dhe si të thush, ka qenë një nga ato papët e veçantë të Romës, i 266, i cili e ka konsideruar kishën katolike kishën në lëvizje. Do më thanë që njerëzit dhe besimtarët ose kisha katolike nuk do të presi që të mbushet me njerëz, po vetë kisha katolike do të jetë në lëvizje dhe ajo do të jetë tek njerëzit. E theksoj këtë fakt sepse mesazhet e tij kanë qenë se kisha katolike e Jezu Krishtit, vetë shëlbuesi, i biri i Zotit, ja ka dorëzuar Shën Pjetrit. Shën Pjetrit, i cili është apostoll, një nga 12 apostoj, i pari pap, ja ka dorëzuar këtij në besim plot, sigur i kandit kishës, por Shën Pjetri ja ka dorëzuar edhe meshtarëve kudo në botë. Por ajo filozofia më e madhe e kishës katolike, dhe që shprehet edhe ky Papa Gjon Paul II, edhe ky pap, është që kishën ja ka besu
edhe të pagëzuarve. E ky është elementi filozofik i doktrinës krishtere. Domethënë janë një treshe të cilat përbajnë unitetin krishtar në mënyrë që elementi domethënë i unit ose elementi një lloj centralizimi të ideve dhe mesazheve të krishtare të mos jenë vetëm në dorë të një njeriu, por të jenë të shpërndara në unitet me besimtarët. Në këtë rast mund të flasim edhe mund t'i përgjigjem edhe pyetjeve tuaja të tjera mbi rëndësinë ndoshta të vizitës Papa Franceskut në Shqipëri. Natyrisht figura e Papa Franceskut është një figurë e gjithanshme, jo më larg se dje unë shkruajta një ese bazuar në një libër të Papa Franceskut mbi kuptimin e mëshirës, si mëshira është rruga drejt arritjes së Zotit, që sot është botuar dhe në disa gazeta shqiptare, jo vetëm këtu, po dhe në Shqipëri, për arsye sepse është një vlerësim për atë çka solli Papa Francesku, për botkuptimin e tij fetar. Megjithatë, Mondi, cili ka qenë përshtypja jote e parë në kuadër të udhëtimit dhe takimit të drejt për drejt me Papa Franceskun? Jo gjithkush e ka pasur këtë mundësi. Ju faleminderit i herë për ftesën, është emocion, kuptohet është emocion i veçantë. Sidomos kur jenë ata karrigat që vjen edhe të afru Ati i Shenjtë, se do të më thonë pas dritë se është edhe fillon edhe të kapin ata emocionet e tuaja shpirtënore. Kjo duke Rafael faktikisht në kuadër të Federatës Vatra, po dalim prej kësaj temë që të him të temë ku duhet. Kur jena në kuadër Federatës Panshqiptare Vatra, kena dëshirë me arrit emrin kësaj organizatë sa më shumë. Sidomos në atë kohën që ne elaborojmë, në atë kohën që ne drejtojmë. Edhe gjithmonë, pavarësisht se unë jam drejtor për me hap deg në përgjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po merrna edhe me lobim. Atëherë ka kënë edhe një prej, kam thonë si, kam pa në historinë e Vatrës dhe kanë kënë drejtues të Federatës Panshqiptare Vatra, kryetarë që kanë pas takim me Atin e Shenjtë. Nuk më ka rezultu, masa jam me gabim, por nuk më ka rezultu në një shkrim ose artikull i tillë me që elaboron edhe me fotografi që kanë pas takime të tilla. Atëherë ne patmenis punën, patmenis me ambasadorin e Paps në Shqipëri, me Archbishop Brown. Patmenis aty, fillume nëpërmjet një ish-kryetares të degës Vatrës në Washington, Merita Bayraktari. Nuk pati, u bën disa lëvizje, por ai u transferu në zinë Amerikën Latine dikun, edhe nuk pati sukses e lëvizje. Atëherë fillume me punimet me erdhi këtu me imzot Angelo Masafrën, arqipeshvin e Shkodrës. Shkodër Pult. Duke folë me të, edhe i thëmë, po, i bëjmë pjesë në këtë organizatë, kemi dëshirë që me taku Atin e Shenjtë. Edhe më thëmu, ashtë e mujtun. I bëjmë letrat gati, i dërgume në Selinë e Shenjtë. Sekretari i Selisë Shenjtë, ashtu, po tjetër, tha, veç në diftoni numrin e personave që do të vini. Atëherë në këthujnë në përgjigje, pranunën ftesën, kena marrë pjesë gati në përgjithë Amerikën, ma mërmeja mund tjetë kënë të 80 deri 100 vetë numri vatranëve që kanë ulltu. Kuptohet, ishte diçka e koshtueshme, nga Florida, nga New Yorku, nga Pennsylvania, nga Michigani, ishin shumë familje, gati 100 vetë, ishte kujtime shumë të bukura. Kalu me disa net bukura në Vatikan, në Rom, por nuk mujt me i fut të gjithë, ne pat me qef një audiencë private me Atin e Shenjtë, qysh atër ka pas probleme shëndetësore Ati i Shenjtë. Dhe na priti kishte fut 2 deri në 2 vetë. Edhe aty kena mujt me hi, aty na ka ra, dhe më thënë kryetari Berisha dhe nën kryetari Berisha më thënë mund të shkoti me te, po. Do të pyes më vonë
pikërisht mbi këto impresione, nuk dua të ndërpres anën emocionale, por do të flasim me Zefin për vizitën e papës në Shqipëri. Zef, pse zgjodhi Papa vendin e parë pas shugurimit të tij në vitin 2014 që të vizitonte Shqipërinë? Le të bëj një parantezë. Po. E kuptova mondin dhe vizitën e tyre në Rom. Është një, me thënë drejtën, edhe një krenari e diasporës, apo edhe një krenari kombëtare. Nuk ka rëndësi se cila pjesë e kupton nga shqiptarët e vizitoj atin e shenjtë, por kjo vizit futet edhe si një datë historike për diasporën shqiptare. Por me ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë në vitin 1945 dhe me depërtimin e ish ambasadorit të Vatikanit në Shkodër, se selit kanë qenë në Shkodër, u vendos një mur që nuk mund të depërtohesh as fjala, as mesazhi, as drita. Në këtë kuptim, Vatikani ka mbajtur lidhje me diasporën shqiptare, sidomos me diasporën në Itali, edhe me diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rastin e 500 vjetorit të Skënderbeut, Dom Prek Nërvasha ka mbajtur fjalimin përpara papës, si kapelan i emigracionit, me nën kujdesin edhe të shkrimtarit Ernest Koliçi dhe të shkrimtarit Martin Camaj, por Ernest Koliçi ka ftuar dhe Vatrën që t'jetë pjesë e takimit dhe kryetari i Vatrës, ai që ka pasur restorantet, Piu 4 si nga Korça. Ka qenë, do të thënë, Antonio Athanas ka qenë pjesë e këtij delegacioni. Këte ka dëshmu vetë Ernest Koliçi. Për të ardhur, po ka marrë pjesë edhe Monsignor Rok Mirdita, ka marrë pjesë edhe si Gjakua ka qenë, që sot është drejtuesi i kishës Zoja Shkodrës në New York, Pjetër Popaj, edhe shumë patriot, të cilët disa fotografi kanë botu dhe ke libri Martin Camës. Por le të kthehemi ke vizita e papës në Shqipëri. Është më të vërtet një ngjarje që do ta kishin lakmi shumë kombe komsi, jo ma kombi jon, sepse vizitën e parë ka bë Papa John Paul II në vitin 1993, i cili ka shkuar në Shkodër edhe Papa John Paul II ngriti hierarkinë e kishës katolike nga garmadhat e komunizmit, i cili i shkaktoi damë të mëdha kishës katolike, por dhe kombit shqiptar, duke eliminuar 140 prifta nga këto, kanë qenë edhe 8 murgesha, 2 kanë qenë arqipeshk dhe 2 tjerë i peshk, pra e shkatroi gjithë strukturën e kishës katolike, edhe në këtë kuptim ardhja papës mbas 9 vjetësh, as 10 vjetës ishin bërë akoma, nuk ka ndodhur në historinë e 2000 vjeçare të kishës katolike që 2 papë vizitojnë një vend vogël me një histori jashtëzakonisht lashtë, pranë brigjeve të Italisë, shumë afër me Italinë, por cila ishte, si thush, ajo rëndësia. Rëndësia është, si thush, historia e popullit shqiptar. Marrja e krishtrimit nga Shën Pali, dhe sipas dokumentave historike, ne prej nesh e morën krishtrimin. Jo më larg se sa sot, ishte ambasadori Bushati, që ishte ambasador pranë Selisë së Shenjtë, thoshte një gjë. Unë gjithmonë kur takoja kardinal në Itali, i thosha, ne kemi qenë krishterë përpara jush. Ata qeshtën dhe detyroshin thoshin, po, pasi Shën Pali predikoi së pari në Iliri. Po bazohet edhe kjo që për shembull në vitin 58 mas Krishtit në Durrës është kapela e parë dhe 300 vjet më parë është në Shkodër, dhe me ediktin e Milanit në vitin 321 mas Krishtit ka qenë Konstantini Dardan me gjak shqiptar, i cili e vullosi
evolosi të drejtën ligjore të katolicizmit i cili zhvilloi në katakombe. Unë i kam pa katakombet në për libra, por kur kam shku një herë në Podgoricë, kanë qu të një kishë Shën Nikola, edhe kam pa taman katakombin në malë një guv mali, se si ishte vërtet, aty ishte dhe trupi i tij Shën Nikolës i balsamosur. Tani pse merr histori? Do më thënë, kjo është, si thush, ana historike. Ana tjetër është që Papa Francesku, i cili është i pari papi Romës jezuit që kalon në Franceskan, i pari pap që viziton një vend europian, edhe viziton Shqipëri, ka rëndësi të jashtëzakonisht veçanta sidomos për kombin shqiptar. Le ta marrim për gjuhën shqipe, e cila ka qenë gjuhë zyrtare në Vatikan. Gjuha shqipe. Shumë ka qenë gjuhë zyrtare në Ashtfol në atje. Në Itali janë 4 universitete që është mësu shqip. Të cilat këto universitete përgatitishin edhe si thushë meshtar, në mënyrë që kur të vinë në Shqipëri ose në zonat, sepse ne themi në Shqipëri dhe konsiderojmë Shqipërinë në këtë anën territoriale, po të konsiderojmë Raguzën e gjithë Arbërinë, ka qenë shumë e madhe, apo jo? Edhe për këte janë ndërtuar edhe universitetet. Ka rëndësi përse për gjuhën. Po të kemi parasysh në vitin 1555 është përkthy Bibla në Shqip ma parë se në latinisht. Pra, ne kemi përkthy si mas dokumenteve, kemi të përkthymë për para se italianëve. Ka rëndësi për simbolet kombëtare. Para se në italisht, jo në latinisht. Po, italisht. Ne ka rëndësi për simbolet kombëtare. Për shumë ka rëndësi sepse ai ka vlerësu në një kuptim jo vetëm metaforik, por shpirtëror, kontributin e Gjergj Kastriotit atletit Krishtimit për këtë. Ka vlerësu për shembull kontributin e Nana Terezës, se ishte vetmi pap që e shpalli. Ka vlerësu, është rëndësishme sepse ai ka vlerësu gjakun e martirëve të Kishës Katolike. Sidomos 40 martirëve dhe janë përqese disa të tjerë. Edhe domethënë ky gjaku i martirëve, i bekuar, domethënë hyjnisht, doli m'pah, domethënë puna tyre, kontributi tyre, sepse priftrit në ato vite nuk kanë qenë vetëm se kanë dhënë mesh. Ato kanë kryer disa profesione tjera, kanë qenë edhe mjek, kanë qenë edhe muzikant, kanë qenë edhe piktor, edhe mësues, edhe shkrimtar, edhe poet. Domethënë ato kanë lënë një kolan të jashtëzakonshëm të historisë kombit shqiptar. Po të kujtojmë mjedën, po të kuptojmë fishtën, kuptojmë edhe anën e tyre poliedrike. Megjithatë, ka një rëndësi tjetër për popullin shqiptar, sepse këto 40 meshtarë i lumturoi. Tjetër ka një rëndësi sepse ai shpalli një kardinal. Do thënë pasues i kolegjit. Edhe unë mendoj se këto janë disa pika kryesore ku merr rëndësi edhe që ne duhet i vlerësojmë edhe të i evidentojmë, domethënë, për t'ia lënë brezave këtë pasuri të madhe që la Papa Francesku në Shqipëri. Edhe unë ju falenderoj për punën, për hulumtimin që keni bërë jo vetëm këtë libër, por për të nxjerrë këto vlera për kombin shqiptar, relacionet me Kishën dhe relacionet me Vatikanin. Mundi, ti fillove të tregosh emocionet e tua vetjake përpara takimit me Papën. Mund na tregosh çfarë u biseduan në ato momente sa ishit në pranit të mëkëmësit Krishtit? Po, kuptohet është emocioni veçantë se po them kur të afrohet ati i shenjtë edhe mishi i trupit të bëhet me puprizat, domethënë për emocioneve. Edhe ne së bashku si Federat Vatra na kishim përgatitur edhe një statuj të Nën Terezës. Edhe në ata pak minuta që ati i shenjtë ka lënë aty përpara dhe përshëndetet me ju, kryetari Berisha i kërkoi edhe njohjen e Kosovës shtet nga Vatikani. Kuptohet në gjuhën angleze. Dhe mirë po ati shenjtë i ka fol të në këta gjuhët, atëherë fotografohet me ju, po ka një takim krejt i shkurt. Dhe bekim takim u kërku dhe njohja e Kosovës
si shteti pavarur. Okay. Me që përmende këtë, është fakt që në ceremoninë e varrimit do të janë edhe kryeministri i Kosovës dhe presidentja e Kosovës në këtë mes, natyrisht për të forcuar më tej atë idenë që keni nisur ju për të mundësuar njohjen e Kosovës nga Vatikani. O gëzuat në Mother Teresa, më të kur dhone atë jo. Edhe atë mori atë kuptojnë e marrin ata që e shoqnojnë ata gjitha dhuratat që ishim me disa grupe shqiptare. Rafael ishte edhe një në gëzimit, për shembull se organizatat regjistrohen në Vatikan, edhe ata i thrasin me mikrofon në midis sheshit Shën Pietrit. Po. E thote, mirë se keni ardhur te Federata Panshqiptare e Vatër e Amerikës. Jo, në gjuhën italiane. Po. Edhe kam fjalën që veç kishim me të gjithë, se sheshi mushëm plot me njerëz, edhe kishim me të gjithë, vërmen në vatër me disë Vatikanit. Edhe, por, ishte emocion i bukur. E kaluam mirë, ishim me familje, si tharë kishim dëshirë të tanë me pas një audiencë private që ti ishte një grup që ti bekon, por nuk e mujtën, nuk ka se ne e kemi marruat punë, ne prapë, ky ka ndru jetë, ne do të vazhdojmë prapë përpjekjet e tona që marrëdhëniet e Federatës Vatare me kanë sa më të afërta me Vatikanin. Bile pse jo, kena pas dëshirë edhe me kena folur me Don Fredin, që ti të një grup i vogël edhe shqiptarëve, për shembull këtu kur shkohet një bëhet një takim tjetër. Të ndalemi tek Papa dhe Shqipëria. Ju ishit gazetar, e keni ndjekur hapasapi vizitën e Papës në Shqipëri në atë periudhë. Çfarë mbani mend ose çfarë do të kujtoni të veçantë? Në lidhje me vazhdu pak fjalën e Mondit. Patjetër. Për shembull, mendoj që nuk do ishte prit kjo ditë, si thotë, vdekja e Papës, që ne të flisnim sot. Për shembull, botimi i këtij libri është dash fjala vjen ndoshta me bande të bënim ndoshta edhe një bisedë me komunitetin. Vizita e Vatrës ose çdo vizitë tjetër që përfaqëson komin shqiptar mund të bëhesh edhe një aktivitet kushtuar kësaj ngjarje. Pse? Se ngjarje pason ngjarje, rritet emocionin, rrit kurreshtin, por edhe transmeton ke brezat mesazhet pozitive, se njeriu ka nevojë për energji pozitive, sidomos kur je emigrant jashtë. Tani, unë kam pas disa zakonisht në punën time, mbledh materiale kështu, kam një ide, pastaj kur vjen një diçka e re, ma ndryshon atë ide, po marr nga ajo, edhe vizita e Papës më thanë drejtën që do bënte lajmi, që e dha në sheshin Shën Pietri, në meshën e Angjullit Zotit, për kujtimit, Angjullit Zotit, atëherë i tham domnues që do vi dhe unë në Shqipëri. Kështu që preva biletën, në Vjen u takuam edhe me delegacionin e kishës Zojes Shkodrës, edhe kështu mora pjesë në vizitën e Papës. Si thush, sapo zbritëm në aerodromin e Rinasit, po përpara në Vjen ju mora nga një intervistë dom Pjetër Popës dhe dom Nos, dhe më kujtohet edhe Marash Knuculës, si ishte i shoqëruar me këtë, ishte pjesë e këtij delegacioni bashkë me të Nik Ivanej edhe Kolën, nga një intervistë shkurtër atyre, dhe s'pësa zbret, domethënë, ndjen ato drithërimet e para, se është ajo energjia tokës që të thith, edhe gjithë rruga me fotografitë e Papës, që nga raporti i Rinës deri në shesh, ishte edhe mesazhet e tij në pllakatat venosura. Mendoj që ata që janë marrë me organizimin e pritjes Papës kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, perfekte. Atje, sepse atje ku vendosi të bëhej mesha, janë 3 godina të arkitekturës italiane, është Universiteti i Arteve dhe arkeologjiku. Kam shku një natë përpara se sa domethënë të bëhej zhvillohej mesha e nesërme. Treja
banin fotografi aty ke Ilteri, ku do mbash mesha, me atë fotografinë e Zojës Shkodrës, student, 3 njerëz, edhe një gjallërik, pastaj kishte 40 martirët, që ishin vendos aty, edhe një atmosferë shumë, do më thanë, mallëngjyse, do thoja, por ka edhe një diçka që, shiko, për herojt thonë që me plagët e vjetra prekin plagët e reja. Edhe me lotin e ri prek lotin e vjetër, apo jo. Edhe kështu, ndoshta me këtë ndjenjë kam shku, dhe kam një gjuhë krejt meshën, kam ledhë gjitha materialet e mundshme, pastaj kam pa dhe shtypin të nesëm për në diçka se nuk mund t'i rocker gjitha, kam intervistu, bile pash një fëmijë, ishte 10 vjeç ai fëmija, me një flamur të Vatikanit dhe flamurin kombëtar, po e tërhiqte teatrin, i thashun ku po shkon? Do shkoj të takoj papën e djali 10 vjeçar, i thash e çfarë besimi je? Tha babën e kam musliman, tha po të dy besojmë në Zot. Ishte shumë interesante. Pastaj kam intervistu njerëz, personalitetet të kishës, personalitetet të tjera, njerëz edhe të huaj, ka marrë pjesë edhe në meshën dhe ka qenë diçka shumë emocionuese kur ka taku që sot është kardinalin Nestor Shanin, që i puthi dorën dhe u përull meshë, asa dhe Marijes, motrës Marije që ka vujt në për burgjet e komunizmit. Mund të them shumë gjëra, por këtë libër ku pasqyron pra vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri, pasqyron, do më thënë, këtu brenda, në 370 faqe, është jeta e martirëve, jo vetëm si rregulltar të misionit katolik, por dhe veprat e tyre që kanë bërë, në letërsi, në art, në kulturë, dhe në shërbesën më të shenjtë që kanë bërë populli shqiptar, është historia që mendohet të 11 papëve të Romës, që kanë qenë me gjak shqiptar, edhe historia e lidhjeve të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Vatikanit. Domethënë, këtë e kam përmbledh në një botim, edhe domethënë nga tetori që jam kthyer nga Shqipëria, e kam arrit ta botoj në qershor të vitit 2015. Është libri i parë që është bërë për këtë vizitë, papës në Shqipëri, nuk është bërë deri tani. Tjetër s'besoj. Nuk është bërë, e kam ndjek atë, nuk është bërë, por edhe mu thënë nuk ndihem edhe shumë mirë, kur për shembull ky libër nuk e dhanë as lajmet në gjuhën shqipe në Rom, megjithëse ja dërgova, atë nuk u ftova për shembull më thanë me fol, që unë kam qenë edhe korrespondent në Shqipëri, kam fol për Radio Vatikanin. Po nëse nuk demoralizohem për atë... Po me gjithë të ju thot, jeni vlerësuar me medalje papnore. Po, tani ishte problemi kështu, libri u shpërnda në Tiranë, në 2015 në qershor po sapo doli, disa kopje shkuan edhe ambasadës Vatikanit në Tiranë, dhe me 13 qershor të 2015-ës, unë e kam promovu librin në katedralen e Shën Palit në Tiranë. Mbasi, edhe pse vendosa atë, edhe pse kërkova, ishte fakti sepse unë e kam hedhë një lopat dhe në gurë themelin asaj katedrale, bashkë me doktor profesor Sali Berishën edhe me Zev Brozin. Atëhere ishim pak katolik në Tiranë dhe u kërku, bile po kërkoshim me gjeti katolik dhe miku jone, i përbashkët, Ilir Zhillë, thote unë kam një katolik aty në Agjenci Telegrafike Shqiptare dhe po e bëjmë pjesë të delegacionit shtetëror. Atëhere është marrë vesh se ka dalë një libër, sigurisht i ka shku dhe Shtetet Vatikanit nëpërmjet ambasadorit, edhe ai erdhi në promovimin e librit dhe tha në pamundësi që t'ja dhurosh ti papës, me qenë se ti je në Amerikë, të përgëzoj për punën që ke bë. Ne kemi institucione të kultit tu në Tiranë, kemi edhe shkrimtar që kanë shkruar për Kishën Katolike, po ti vjen nga një punë e ranë, unë e di se atje puna është si në minjerë, edhe ti për kaq pak
kohë e kam lexu librin nëpërmjet me ma përkthy, tha tjerë, ma kam përkthy, dhe jam impresionuar shumë. Pranej tha nga Shteti i Vatikanit, nga Selia e Shenjtë, po dorëzoj dekoratën pontifika për kontributin që ke bë për këtë vepër që besoj thotë që nuk e ka bërë njëri. Natyrisht dhe ne, edhe pse vonë, ju falenderojmë për këtë. Për të vazhduar me Mondin, ju thatë që marrëdhëniet midis Federatës Panshqiptare Vatra dhe Selisë së Shenjtë dhe institucioneve të tjera fetare, pasi shqiptarët kanë 3 deri në 4 besime, do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë. Para se me dalë të shtallon me falenderu Zefin për ta vepra që bojnë. Zef janë me të vërtet kushtueshme këta gjana. Edhe këta libra, të gjitha këta, jo vetëm këtë vepër, pavarësisht që ke bën, por edhe tjera, por i malli Zot ta shpërblef se ke edhe bele gati 40 libra, po, edhe i kanë qitur dhe ato epitetit Katareja diasporës. Bravo. Edhe jo, te dy kena shkruajt, edhe unë Katareja, po ajo është edhe ajo është nalt, unë jam por tash për me i pa tongta punë mira ati i shenjtë, se du të mi përmen edhe një shtirë, a do është dikush me jaqin në duki atë gjona. Unë kam pas fulltime shumë të largëta edhe me orë të tana me arqipeshvin e Shkodrës, në zot Angela Masafra. Zefi e njefshin lesh. Po, edhe me ka informu se si ka ba këta dosje, se si ka që atje në Selit Shenjtë, bile para më duket e vitin e kalum që ka kënë këtu, që ishte të elan detyrën, ishte të ba dhe këta 2 tërë tjerë. Po. Edhe unë i thash në kjo, të falenderoj shumë, i thash në kjo, i ke ba të këpuc, aqë të mdoja, i thash se ashtë fëtirë dikush tjetër me i mush atë këpuc. Bile i basha edhe pyetje tjetër, i thash ne shqiptarët jem pak kom me fështirë me punu me ne, si ke arrit për me bashkëpunu me ne, si ke edhe veriorët janë pak të ashpër. Ajo është shqiptar, bresh apo? Po, edhe po më tha mu, kur kem hangër bashkëta, jam balon shqiptarë, jam balon veriorë si ju, tha. Dhe më thonë, ta i kina hinat kombinimit që jena bat të gjithë, edhe ke, por dhe me thonë, ja kam rritë shumë, i thash, një i pun ashtë mrekullueshme, qyshe, gjithë të priftë i thash martirë. Edhe po flitte për Lek Serdanin, ka një priftë në duket në Bogës, që edhe baba jem me 2 libra familjarë, që ka shkru e ka shenu aty. Edhe, dhe më thonë, kanë edhe këta njerës, po thëmë që i kanë vu në dukje, dhe sa do është dikush me i qu që me u ba aty ku i kemi sot që janë martirë të kishtë. E thot mirë, Mondi, po, që në të tilla evenimente, jo vetëm Vatra, nuk po marrë kupton specifike, por përfaqësimi dinjitoz i diasporës duhet me vlera, jo me numër. Për shembull, nëse ka vlera diaspora, fjala vjen për sa i përket lidhur me Vatikanin, por edhe me Romën, me tjera, duhet të shkosh me diçka, si thon, ti kesh 2-3 dhurata në kuptimin figurativ që ti ta prezantosh atë. Desha me të shtu diçka nëse nuk jo ham kohën. Me Angela Masafrën kam bashkëpunu që në fillim kur ka ardhur. Baj mend që në kohën që në punu në atëshë që dërgoje shkrime mbi veprimtarinë e tij. Po. Dhe kam kujtime jashtëzakonisht mira me atë, bile kur është bë mesha celebruese, domethënë kam qenë unë i vetmi nga Lesha edhe një doktor nga Lesha që na ftoi personalisht, edhe ishte me gjithë vend tash, ne nuk ishim mësuar. Më kishin vu mu në vend parë, edhe unë tash i vuna kam, po në mesh nuk lejosh, me vu kam edhe më vjen njëni mu më thot. Zoti për Gega, thot, mos se është e ndalume. Kur erdhe e këtu, tash ne ishim me që burë, ashtë ngusht, sepse kemi shumë historime të përsa i përket një herë kur nuk deshen tek Gjergj Kastrioti Skënderbeu me dhanë meshen, kupton, është bën një takim i madh, ka qenë dhe kardinali i Vatikanit aty, është bën një debat dhe unë
kam fol pak ashtu, kam kënë pak dhe unë i ashpër në natyrë që s'kem pse me shku tek policia, ju mund njoftoni Selinë e Shenjtë që pse nuk lejohet mu ba mesha. Ka qenë një kontradikt në atë kohë, edhe kur shkova, kur erdha këtu, e takova tash këto që ishin këto që e pritëshin Angela Masafrën, po ma shumë po munoshin që si thush me majt pak largë se nuk dosh mi afru. Unë Lene tha Zefin, tha se Zefin e kam mik vjetë dhe mos u bani marak. Edhe ne se zhvillum një intervjist me te, po kur kam shkuar kam intervistu në Shkodër, unë kam qu 20 libra në Shkodër. I thash, a ke marrë librin, ta kam qu librin? Jo, tha, nuk kanë arë këtu. Si më nuk kanë arë këtu? Pra, ishin dërgu librat edhe nuk e di, edhe së dhe kësaj dite adresen. Ne Tiranë kam taku dhe Monsignor Rok Mirditën, dhe ka është një, më patlan një amanet faktikisht, dhe a i do të vinte në promovim, po promovimi u ba me datën 13 dhe me datën 9 në rojet. E takova unë me datën 3 dhe thotë, Zef thotë, unë kam një mendim, urdhëno i thash. Thotë, unë i kam të gjitha dosjet, e gjitha protokollin e vizitës e Papa Franceskut. E kupton mirë ke bë që e ke botu dhe ti, po unë kam edhe disa nështë, disa tjera që nuk i ke përfshi. Kam edhe vizitën e Papës John Paulit II, edhe të lutëm shumë, thot, t'i bëjmë bashkë edhe ta botosh një libër. I thash, a ka mundësi unë me ardhë nesër? Se më dishte diçka në zemër, si kur du me bën diçka në qëse sa marrë më vend, më ka ndodhë shpesh që nuk është realizu. Thot, po qëke, nuk ka problem, e bajmë, thot, mas promovimit, t'i bëj gati. Pas të i kam shku në Tiranë, i kam kërku, as një lloj dokumenti nuk ka. As një lloj, edhe ndihem shumë keq, jo se nuk arrita unë me ba këte, po pse në kombin shqiptar ndodh që mas e vdesi njëri humbasin gjithë literatura, gjithë ato, kanë vdek edhe këtu në diasporë, i kanë hedhë në kosh literaturën e dokumentat që kanë pse, pra ne po trashëgojmë atë anën nështë edhe negative, edhe mos vlerësuese të historisë tonë, që nuk bëhemi bashkë, që këtë dokument, jo se e kam bëhën, s'ka rëndësi, dikush tjetër mund të bëhën, unë jam shumë i në runë kur dikush boton një libër, pse? Edhe s'jam gjelos fare, sepse i ka bëhë diçka që unë mund të marrë një motiv këtu që a ti nuk i shkon menja, edhe unë mund të bëj një vepër shumë të mirë. Pra, edhe kështu është ajo lidhja. Dhe ne duhet të zgjohemi që jo vetëm me këto data historike dhe në këto takime, se edhe takimi këtyre, se takimi tjere duhet shkrujt, në qose e bani vatra të ashtë këtë takim, po a ka pas takime tjere me papë, ose takimet e shqiptare me papën e Romës. Shumë mirë mund dalë një libër, me fotografi, me ilustrime, me shumë. Pra, unë i ftoj edhe institucionet e kultit këtu, i ftoj t'jenë më të vëmendshëm ndaj kulturës shqiptare, më të vëmendshëm ndaj historisë, sepse ne jemi të jetu në botën e lirë, jemi duke jetu në një ingranazh që të gryen, të shtyp edhe të nxjerrë jashtë loje. Pse pak kombe komsi i kanë humbë traditët, kanë humbë gjuhën, kanë humbë se ne nuk jemi aq komod që të humbim disa gjëra. Ne një humbje vogël, sa do të jetë, ne na kushton shumë në të ardhmen. Zef, unë bashkëndaj të njëjtin opinion me ty, me këtë çka the në momentet e fundit. Mendoj që edhe kjo bisedë i shërben asaj që ti kërkon, që ne t'i ruajmë faktet, të ruajmë, të përcjellim atë, në këtë rast ka të bëjmë me Papën, me lidhjen me Vatikanin, me lidhjen me Shqipërinë, me lidhjen me diasporën shqiptare këtu, por të përcjellim dukurit që tregojnë karakterin ton evropian, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra, karakterin kot se tham atë që Shën Pali përpara predikoi në Iliri se sa të predikonte në Rom, për të treguar vlerat e vërteta të kombit shqiptar, ashtu si jeni thelluar ju në librin tuaj, por ashtu siç ka kryer edhe Federata Panshqiptare Vatra për të qenë në lidhje me Vatikanin. Urdhë. Ne nuk do t'i kushtojmë shumë energji për ditëshmërisë. Po të arrujmë një 10%
edhe për të kaluarën, edhe për të ardhmen që ta lidhim të sotmen. Sepse në qoftë se nuk I lidhim këto 3 kohë, të shkuarën, të sotmen dhe të ardhmen, ne nuk kemi gjanë të rezi. Ashtu veprojnë shumë komet kulturuar. Edhe ne, për shembull, nuk na mungon kultura, nuk na mungon ajo, por një organizim I vogël duhet. Okej, Amerika ka të shembullin që quhen melting pot, pra poçja që shkrin gjithë kombet. Demokracia amerikane I shkrin edhe kombe më të mëdhenj, por ne do të luftojmë deri në fund për të ruajtur identitetin ton. Këtë gjë ne e bëjmë si televizion, për këtë gjë edhe ju kam ftuar sot për të kujtuar këtë figurë të madhe siç është Papa Francesku, për të kujtuar papën e periferive, për të kujtuar papën e mëshirës, se mëshira thot ai vjen drejt për së drejt nga Zoti. Dhe përmend në një esej që sa ta përmenda që kam shkruar këtë ditë, pikërisht këtë gjë, që e ardhmja vjen edhe nga mëshira e Zotit edhe për njerëzit të cilët janë mëkatar, të shohim përpara, ta vlerësojmë këtë figurë për atë çka ka bërë për botën, për atë çka ka bërë për katolicizmin, për atë çka ka bërë për shqiptarët, edhe me atë vlerësim të madh që I bëri shenjtërimit të nënës Terez, të kësaj figure të madhe të kombit shqiptar, që I ka lënë dhe I thot edhe sot e kësaj dite botës se kush janë shqiptarët. Ju keni bërë shumë emisione. I kam parë edhe për fen katolike edhe për edhe vetë drejtori I televizionit ka qenë në Rom me rastin e shejtërimit, edhe besoj që edhe ky është një korpus I kulturës që nesër mund të shohim dritën e botimit. Edhe nga kamra ju I bajthirrje edhe politikës dhe shtetit shqiptar, se nuk ka Shqipëri pa shqiptarët e Amerikës. Mund të ketë, por nuk ka prosperitet kombit ton pa shqiptarët e Amerikës. Edhe diaspora shqiptare nuk është reminiscencë, pa është vitale në vlera kombëtare, sepse në fundit këtu ka linë ideja e mbrojtjes kombit shqiptar, po edhe themelimit kombit shqiptar të shtetit shqiptar. Domethënë, këtu është ajo qendra e botës ku lëvizin mendime, ku lëvizin mekanizma, pra ne duhet I shfrytëzojmë dhe I bajthirrje në vëmendje që t'jemi ma, jo në atë termin se jemi të bashkuar, se nuk jemi të bashkuar në qoftë nuk jemi të bashkuar në kulturë, nuk jemi të bashkuar në qoftë nuk jemi të bashkuar në ide për kombin tonë, për kulturën tonë, për të ardhmen tonë, për të ardhmen e fëmijëve tanë, t'ju lëm diçka fëmijëve në mënyrë që sa krenar është një njeri nesër kur ta hapi fjalë vjen një libër edhe thotë, këtu e kam fotografinë e gjyshit tim, I ky është gjyshi im. Edhe është shumë domethënëse, sa një fotografi, sa 1000 fjalë, sepse ai zgjon atë unitetin, atë energjinë e brendshme të dheut vet, të gjakut vet, të gjuhës vet. Prandaj nuk do të jemi indiferent për mendimin tim dhe ju falenderoj shumë. Urdhë Mondi. Në këtë kohë që në ndrrimit të jetës Papa Francesku, më ka metën në morjen teme, edhe fotografia e 2 presidentave të Kosovës dhe Shqipërisë së bashku me kardinalin, që I kishin fut kratë dhe po ecëshin përballë përgat në Vatikan. Ishte gjë e bukur, si më thënë, që domethënë kardinali ju printe, këta 2 kishin fut krajnë por edhe drejtues të fenave tjera, bektashiane, muslimane, kishin ardhur për me ortodokse, të gjithë kishin ardhur për me për nderuar atin e shenjtë. Tani puna e dokumentacioneve pak deshta me ashtu, është mirë që ka ardhur koha digjitale. Fatmirësisht ne kemi rritur dokumentacionin, komunikatën që kemi pas me Selinë e shenjtë. Në ata kohë që janë bërë kërkesat, pyetje nga aty që vishin, si më thonë, shqyrtë mallit zot ata ne qofshin në gjuhën angleze dhe ne s'kishim as nevojë për të përkthy. Por I kemi rrit komunikatën edhe ajo ka më në arkivet e Federatës Panshqiptare Vatra. Jo, duhet botohen. Po. Duhet botohen se ideja nuk është të jetë në arkiv, se arkiva është mbyllur, po studiues e shohin. Po. Nuk ka lavd. Po.
Është dokument historik? Po, edhe kanë met aty, edhe i thoshë, kjo është mirë, i thoshë se është bon si puna e librit e Atzef Plumit, rëno për me të regue, që i thoshën, ti mojmë gjitha gjana që po në ullin, gjitha aktivitetet bukura, mirë po një nërkja ki është edhe me atin e shenjt, por dhe me thonë, angazhimi jonë me zyrën se liqë shenjt do të vazhdojnë, se ne do të kryojmë lidhe edhe me papën e ri që do të vinë pa tjetër. Se ju keni promovu shumë libra të tjerëve, po thanë, thirrja ime është që promovoni dhe vetë vetën. Faleminderit, po duhet me kenë humble, është më mirë kur qojmë shok na kena qullë vetë, kur kena qullë vetë. Ju faleminderit. Unë bashkëndaj mendimin edhe shqetësimin tënd për këtë aspekt dhe besoj se trajtuam një problematik mjaft të rëndësishme, mjaft domethënëse kur flitet pikërisht pas vdekjes të këtij pape të madh, i cili bëri ndryshimet e tij edhe në doktrinën e krishterë, duke ruajtur midis rregullave ortodoksizmit katolik, por edhe duke hapur kishën drejtim edhe të ndihmës për emigrantët. Është mjaft domethënës fakti i fundit 200.000 euro dha papa para se të vdiste për të burgosurit. Ishte ky pap që i lante këmbët të burgosurit, kishte në Regina Coeli në burgun kryesor të Romës, kishte shkuar dhe kishte thënë kapelanit, unë nuk kam në para për të thënë, po do t'jap 200.000 euro që i kam të kursimeve time, dhe kjo pak a shumë pak ditë për para se të ndronte jetë. Kështu pra, të dashur teleshikues, ju falenderoj juve me kujtimet tuaja, me analizën mjaft të hollësishme të librit tuaj dhe kujtimet për kohën, edhe ju për kujtimet dhe për punën që bën Federata Panshqiptare Vatra për t'i pasur shqiptarët gjithmonë bashkë, por dhe me institucionet e ndryshme fetare, dhe do të ritakohemi sërish për lajmet gëzueshme.